Gjermania doli nga lufta e pare botërore me një qeveri të dobët, një ekonomi të kolapsuar dhe një popullsi të indinjuar. Në mes të kësaj krize, Adolf Hitler fitoi ndjekës ndërsa denonkonte traktatin e Versailles, premtonte të rivendoste madhështinë kombëtare dhe kërkonte bindje totale. Në nëvhegjen e tij, partia naziste konsolidoi pushtetin, eliminoi rivalët dhe krijoi një regjim autoritar me ndihmën e SS, Gestapos dhe propagandës së vazhdueshme. Partitë e tjera u ndaluan, kundërshtarët u sulmuan dhe u promovua një ideologji e bazuar në epërsinë racore. Duke filluar nga viti 1939, ata pushtuan Polonin dhe shkaktuan një konflikt që u përhap në të gjithë Evropën. Vendimet kyçe merreshin nga Hitleri, por funksionimi i regjimit varej nga figura që kontrollonin ushtri, kampe, ministri dhe aleanca ndërkombëtare. Secili prej tyre kishte një rol të sakt në represionin, shfarosjen dhe zgjerimin territorial. Pas rënies së Berlinit, disa u kapën, u gjikuan ose u identifikuan, por të tjerët arritën të arratiseshin, vdiqën në rrethana të dyshimta ose u zhdukën pa lënë gjurmë. Çfarë ndodhi në të vërtet me udhëheqësit më të fuqishëm të Rajhut të Tretë? Adolf Hitler, fitore e fundit e Rajhut të Tretë. Adolf Hitleri lindi në vitin 1889 në Braunau am Inn, në një familje të shënuar nga konflikti dhe kontradikta. Nëna e tij, Clara Pölzl, ishte mbesa e babait të tij, Alois Hitler, një burr 23 vjet më i madh se ajo. Marrëdhënia u njollos në dhuna. Aloisi e rrihte shpesh gruan dhe fëmijët e tij. Në këto mjedis, Hitleri u rriti ndar, midis refuzimit ndaj babait të tij dhe një devocioni pothuajse të sëmur për nënën e tij, të cilën ai e përshkroi si dhimbja më e madhe e jetës sime pas vdekjes së saj. Që i ri, ai tregoi përbuzje për arsimin formal, dështoi në përpjekjen e tij për të hyrë në Akademinë e Arteve të Bukura të Vjenës, jetoi vite mjerimi në atë qytet dhe dëshmoi antisemitizmin e rrugës që më vonë do të adoptonte si pjesë qendrore të ideologjisë së tij. Megjithse leconte për figura si Napoleoni, Aleksandri i Madh apo Frederiku i Madh, ai e bënte këtë me interes ekskluziv për tiparet e tyre ushtarake dhe propagandistike. Ai kur nuk zhvilloi mendim kritik apo reflektim të vërtet politik, thjesht përthitte atë që forconte bindjet e tij. Bota e tij ishte e veprimit, jo e soditjes. Ai nuk fliste asnjë gjuhë të huaj, nuk përdorte makinë shkrimi dhe kurrë nuk mbante me vete letër apo laps. Ai mezi shkruante me dorë, vetëm për shënime që shoqëronin lulet në përngjarje. Agjendën e tij personale e menaxhonin të tjerë. Ai nuk konsultonte kalendar, thoshte se nuk kishte jetë private apo korrespondencë personale. Gjithçka lehtësohej nga të tjerët para se të arrinte në duart e tij. Ai përkufizohej nga një nevojë konstante për kontroll dhe një obsesion për simbolet. Shkaravinat e tij të vetme ishin skica flamujsh, portrete, dekorime ose skenash. Fizikisht, Hitleri nuk ishte imponues. Rezistenca e tij ishte e kufizuar, dhe ai vuante nga drivjet në dorën e majt deri te problemet e vazhdueshme dastrike. Fliste pak, vuante nga pagjumësia dhe kishte shpërthime të shpeshta zemrimi. Përkundër kësaj, ai mbante një vetkujdes të rrept, ishte vegetarian, nuk pinte duhan dhe nuk konsumonte alkool në tepri. Dieta e tij, shumë e kufizuar, plotësohej me preparate mjekësore me bazë bimësh ose përbërës të dyshimt. Ishte hipokondriak. Çdo dhimbje ishte shkak alarmi. Në sferën publike, ai kultivoi një imazh të llogaritur. Kujdesej për qëndrimin, veshjen dhe veçanërisht oratorinë e tij. Kur nuk improvizonte fjalime, i provonte me orë të tëra. Provonte hyrjen në skenë, frymmarrjen, heshtjet. Refuzonte të përmendte emra kundërshtarësh, preferonte referenca abstrakte.
Teknika e tij kërkonte të gjeneronte efekt masiv, jo debat. Ai nuk pranonte ndërprerje, dhe gjithë skenografia e tij ishte projektuar për të krijuar ndikim vizual dhe emocional. Hitleri nuk kishte sens humori, qeshte shumë pak. Nuk kërcente, nuk e shijonte teatrin. Pasioni i tij vetëm i vazhdueshëm ishte muzika, veçanërisht operat e Wagnerit, interpretimet e të cilave i konsideronte mjete ideologjike. Muzika zinte një hapësirë pothuajse rituale në zakonet e tij të natës. Ndonjëherë, ai gjithashtu tregonte interes për cirkun ose lajmet kinematografike, të cilat i vëzhgonte si instrument propagandistik, jo si argëtim. Gjeta e tij seksuale ishte objekt spekulimesh që herët. Gjatë qëndrimit të tij në Vjenë, ai nuk njihej se kishte pasur marrëdhënie. Disa raporte sugjeronin se ai refuzonte kontaktin fizik, të tjerat se kishte prirje mazokiste. U dokumentuan të paktën 2 epizode kritike që rrezikuan jetën e grave të rrethit të tij të ngushtë. Mbesa e tij Geli Raubal dhe Eva Braun. Hitleri mbajti marrëdhënie të çekuilibruara, të shënuara nga dominimi emocional. Ai kur nuk u pa publikisht me prostituta apo gra, dhe i shmangej kontaktit femror jashtë rrethit të tij të ngushtë. Eva Braun ishte figura femrore më konstante në jetën e tij të rritur. Megjithatë, për vite me radhë, Hitleri shmangu prezantimin e saj si partnere. Eva jetonte e izoluar, e nënshtruar ndaj rregullave strikte. Në 2 raste kaloi kriza aq të thella sa rrezikuan jetën e saj. Vetëm në prill të 1945, kur gjithçka ishte humbur, Hitleri e njohu zyrtarisht dhe u martua me të në bunker të kancelarisë, ndërsa trupat sovjetike përparonin drejt Berlinit. Në ditët e fundit, Hitleri diktoi testamentin e tij politik dhe personal sekretares së tij Traudl Junge. Në atë dokument, nënshkruar më 29 prill të 1945, ai riafirmoi ideologjinë e tij dhe shkarkoi Hermann Göring dhe Heinrich Himmler për tradhti. Ai emëroi Joseph Goebbels si kancelar dhe Karl Dönitz si president të Reichut. Teksti gjithashtu shprehte vendimin e tij për të shmangur kapjen, i vendosur të mos lejonte armikun ta shfaqte të mundur. Testamenti i tij u kopjua 3 herë dhe ju besua emisarve të ndryshëm për të garantuar shpërndarjen e tij. Heinz Lorenz, Wilhelm Zander dhe Wilhelm Johann Mayer dolën nga bunkeri me secilin prej dokumenteve. Njeriu kap nga britanikët pas kapjes së Lorenzit. Një tjetër u gjet në Tegernsee pas arrestimit të Zanderit, i cili jetonte me identitet të rrem. I treti u dorëzua pas marrjeve në pyetje të gjata të Johann Mayerit. Dokumentet, pasi u verifikuan me nënshkrime dhe data, u shpallën autentike nga aleatët dhe u dërguan në Shtetet e Bashkuara, ku njeri qëndron në arkivin kombëtar dhe tjetri në bibliotekën Eisenhower. Në testament, Hitleri justifikonte luftën si një mbrojtje të popullit gjerman, fajsonte hebrejt për konfliktin dhe riafirmoi vizionin e tij të nazizmit si trashëgjimi. Ai falënderoi bashkëpunëtorët e tij besnik, veçanërisht Goebbels, Krebs, Burgdorf dhe Bormann. Ai refuzoi të dorëzohej dhe kërkoi që trupi i tij dhe ai i Eva Braun të digjeshin menjëherë pas vdekjes së tij. Goebbels, në një shtojc të shkruar po atë mëngjes, premtoi se do të mos bindej urdhrit për të ikur dhe do të vdiste me familjen e tij pranë Führerit. Kështu ndodhi. Më 30 prill, Hitleri i dha fund jetës së tij brenda bunkerit, i shoqëruar nga Eva Braun. Trupat e tyre u dogjën në kopshtin e kancelarisë, ashtu siç kishte urdhëruar ai vet. Të nesërmen, Joseph Goebbels dhe gruaja e tij Magda zgjodhen të mos largoheshin nga vendi, duke vullosur fatin e tyre së bashku me 6 fëmijët e tyre. Josef Bormann dhe Hans Krebs gjithashtu humbën jetën në bunker gjatë atyre orëve të fundit të Reichut. Kufoma e Hitlerit nuk u ekspozua kur publikisht.
ushtria e kuqe gjeti mbetje të karbonizuara që, pas hetimeve të gjata, i konsideroi të përputhshme me diktatorin. Bashkimi Sovjetik i fshehu këto gjetje për dekada. Verzioni zyrtar sovjetik luhatet midis fshehjes dhe mohimit. Sot, dokumentet origjinale të testamentit të Hitlerit mbeten si pjesë historike në institucionet amerikane. Për te i përmbajtjes së tij, ato përfaqësojnë zërin e fundit të regjimit nazist. Një zë që nuk kërkoi falje, që nuk njohu gabim dhe që deri në fund u mbështet mbi gënjeshtrën, urrejtjen dhe delirimin e madhështisë. Hitleri vdiq ashtu si jetoi, duke mohuar realitetin dhe duke u kapur pas një vizioni të shtrembëruar të botës, duke lënë pas rënoja, miliona të vdekur, një nga tragjedit më të errëta të historisë moderne. Heinrich Himmler, truri i shfaroshes që vdiq në hije. Heinrich Himmler lindi në tetor të vitit 1900 si djali i dytë i një familje bavareze të pasur dhe thellësisht fetare. Baba i tij, Joseph Gebhard Himmler, vinte nga një mjedis modest, por kishte ngjitur shkallët sociale fal karrierës së tij akademike. Studioi në Universitetin e Minihut dhe punoi si tutor privat i vëllait të mbretit të Bavarisë. Gruaja e tij, Anna Maria Haider, bija e një sipërmarrësi mynezas, solli një pajë të konsiderueshme në martesë. Shtëpia shënohej nga disiplina, besimi katolik dhe rregulli. Vëllezërit Himmler morën edukim klasik në latinisht, greqisht dhe histori të lashtë. Familja merrte pjesë rregullisht në mesh dhe rrëfim. Në shtëpi praktikoheshin hobi si filatelia dhe stenografia dhe promovoheshin marrëdhëniet me të rinj të klasës së mesme të lartë. Kumbar i tij ishte princi Heinrich i Bavarisë, djali i vëllait të mbretit, që nga viti 1906 ai ndoqi shkollën katedrale, ku u shkuasin nxënës i disiplinuar dhe i zellshëm. Pushimet e tij kalonin në Alpet bavareze, në një ambient të qetë. Njëri nga ish shokët e tij, Wolfgang Hallgarten, i cili më vonë emigroi në Shtetet e Bashkuara dhe u bë historian, e mbante mend Himmlerin si një student shembullor, i vlerësuar nga profesorët, megjithse jo veçanërisht popullor mes bashkëmoshatarëve të tij. Një raport shkollor i vitit 1914 e përshkruante atë si një nxënës të shkëlqyer, ambicioz dhe pjesëmarrës, me sjellje të patmet. Në atë moshë ai tashmë tregonte admirim për botën ushtarake. Kur vëllai i tij më i madh u regjistrua si vullnetar, Heinrich shënoi në ditarin e tij dëshirën për të bërë të njëjtën gjë. Në moshën 17 vjeç, babai i tij u shkroi autoriteteve lokale duke kërkuar pranimin e tij në ushtri si oficer i këmsorisë. Ai u pranua, megjithse shpejt tregoi shenja nostalgjie dhe nevoje për kontakt familjar. Unë shkruante vazhdimisht prindërve të tij, duke kërkuar më shumë letra. Pavarësisht përpjekjeve të tij për të dukur i pjekur, shkrimet e tij vazhdonin të shprehnin varësi emocionale. Gjatë lejeve të fundjavës, ai kthehej në shtëpi në kohë. Në të njëjtën periudhë, Bavaria po kalonte një fazë të trazuar. Vrasja e kryeministrit të saj socialdemokrat dhe shpallja e një republike sovjetike radikalizuan ambientin politik. Himmler hyri atëherë në trupin e lirë të Landhutit, një milici e formuar nga ish luftëtar kundër komunizmit dhe demokracisë. Ai nuk qëndroi gjatë atje. Qëllimi i tij ishte ende të ishte pjesë e ushtrisë profesionale, por nuk u pranua. Pa precedent rural apo lidhje me fshatin, ai zgjodhi të studionte bujqësinë në Universitetin Teknik të Minihut. Ai fitoi një praktik në një fermë, por pati vështirësi fizike dhe pas disa javësh u prek nga ethet paratifoide. Gjatë shërimit ai u zhyt në lehtësim. Ai u drejtua romaneve të Jules Verne, veprave historike të Goethes, teksteve të Thomas Mann dhe poezisë kelte. Në atë kohë ai nuk tregonte prirje ekstremiste. Më vonë, ai pati akses në libra politik, duke përfshirë një që akuzonte masonët se ishin të ndikuar nga judaizmi.
Në ditarin e tij shkroi se kishte gjetur një tekst që, sipas tij, shpjegonte se kë duhej të luftonin së pari, megjithse nuk e bënte të qartë nëse i referohej masonëve apo hebrejve. Kur rifitoi shëndetin, u kthye në universitet dhe ndau dhomën me vëllain e tij. Ai merrte pjesë aktive në aktivitete sociale dhe kulturore. Merrte pjesë në koncerte, teatr, patinazh, muze dhe valle. Kur së murej, miqtë e tij e vizitonin dhe i sillnin ushqim. Ai u bashkua vëllazërisë studentore Apollo, e njohur për duelet e saj rituale. Ai mbante praktikën e tij fetare, shkonte në mesh, rrëfehej dhe kungohej. Pas një feste krishtlindjesh, shkroi në ditarin e tij se rituali i kishës kishte një efekt të thellë te besimtarët dhe se Zoti manifestohej nëpërmjet fëmijës Jezus. Duke filluar nga viti 1923, jeta e tij filloi të rrotullohej rreth lëvizjes nacional socialiste në rritje. Edhe pse nuk mori pjesë drejt për drejt në grushtin e dështuar të shtetit në Munich, ai hyri në kontakt me antarët e partisë. Në vitin 1925, në moshën 25 vjeç, ai u bashkua zyrtarisht NSDAP dhe menjëherë pas kësaj hyri në SS. Në fillim, këto ishin vetëm një seksion i nënrendituri SA, me funksione simbolike dhe ceremoniale, por Himmleri pa tek ato një mjet të ardhshëm. Në vitin 1929, ai u emerua kreu i SS nga Adolf Hitleri. Në atë kohë, trupi kishte vetëm 280 antar. Në drejtimin e tij, SS u rrit në mënyrë eksponenciale. Ai prezantoi kritere të rrepta rekrutimi, kërkoi prova të prejardhjes ariane dhe shndëroi organizatën në një strukturë autonome brenda partisë. Ndërsa SA shihej si një forcë rruge e çrregullt, SS projektonte një imazh disipline, elitizmi dhe besnikërie absolute. Himmleri promovoi një ideologji të bazuar në misticizmin gjermanik, kultin e udhëheqësit dhe pastërtinë racore. Ai kontrollonte jo vetëm SS, por edhe aparatin policor, fal emerimit të tij si shefi policisë gjermane në 1936. Nga kjo pozitë, ai bashkoi forcat e sigurisë me SS dhe krijoi një rrjet kontrolli të centralizuar që përfshinte Gestapon, policinë kriminale dhe sigurinë e shtetit. Me shpërthimin e konfliktit, Himmleri forcoi kontrollin e tij mbi strukturat e represionit, duke zgjeruar kompetencat e tij në territoret e pushtuara pa ndërhyrje nga maja e pushtetit. Ndërsa komandantët e tjerë të lartë merreshin me fronte ushtarake ose diplomatike, ai konsolidonte një rrjet mbikëqyrjeje dhe shfarosjeje që i përgjigjej drejt për drejt udhëzimeve të tij. Kapaciteti i tij për të ndërturur trupat policore, administritave dhe ushtarake i lejoi atij të ndërtonte një makineri autonome, ku çdo hall kishte në varësi të logjikës së kontrollit total. Në vitin 1944, ai mori postin e ministrit të brendshëm të Rajhut të Tretë, gjë që i dha edhe më shumë pushtet administrativ. Përkundër kësaj, ambiciet e tij politike gjetën në rezistencë brenda rrethit të ngushtë të Hitlerit. Pas atentatit të 20 korrikut kundër Führerit, ai urdhëroi një represion brutal kundër komplotistëve. Por drejt fundit të luftës, Himmleri filloi të kërkonte një rrugdalje individuale. Pa dijenin e Hitlerit, ai mbajti kontakte sekrete me përfaqësues suedez për të negociuar një paqe të pjesshme me aleatët perëndimor. I informuar për tradhtin, Hitleri e përjashtoi atë nga të gjitha postet e tij dhe urdhëroi arrestimin e tij. E akuzoi për pabesi dhe e zvendësoi në funksionet e tij. Në ditët e fundit të konfliktit, Himmleri u përpoq të fshihej. Udhëtoi i maskuar duke përdorur letra të rreme me emrin Heinrich Hitzinger. Më 21 maj të 1945, ai u kap nga një patrull britanike pranë Bremervördes, e transportuan në një qendër marrjesh në pyetje në Lüneburg.
Gjatë kontrolit mjekësor paraprak, ai mori një vendim ekstrem që i dha fund jetës së tij menjëherë. Trupi i tij u varos fshehurazi në një vendodhje të pazbuluar. Deri më sot, varri i tij nuk është gjetur kurrë. Asnjë ceremoni, monument apo mbishkrim nuk tregon vendodhjen e tij. Ndryshe nga krerët e tjerë nazist, Himmleri nuk u përball me gjyq. Fundi i tij i papritur e pengoi atë të jepte shpjegime publike mbi rolin e tij në sistemin e shfarosjes. Ai gjithashtu nuk la testament apo rrëfime. Ai zgjodhi të zhdukej në të njëjtën mënyrë si kishte drejtuar nga hija. Njeriu që kishte centralizuar represionin e Rajhut të tretë dhe kishte kontrolluar aparatin më vdekjeprurës të vdekjes në historinë moderne, i dha fund ditëve të tij në një shtrat fushimi me identitet të rrem, larg çdo dëshmitari. Sot, trashëgimia e tij kujtohet në arkiva, kampe, dokumente gjyqësore dhe rënoja të një sistemi që ai vetë ndihmoi ta ndërtonte. Heinrich Himmler jo vetëm përfaqësoi fanatizmin, por edhe sistematizimin e krimit. Historia e tij përfundoi pa lavdi apo shëllbim, i zhdukur nën tokë, pa varr, pa zi dhe pa asnjë fjalë faljeje. Reinhard Heydrich, inxhinieri i terrorit i rrëzuar nga një bombë. Reinhard Tristan Eugen Heydrich lindi më 7 mars të vitit 1904 në Halle, në një familje me formim muzikor. Babai i tij drejtonte një konservator dhe nëna e tij ishte e lidhur me katolicizmin. Gjatë rinisë së tij ishte viktime nga çmimit shkollor për shkak të thashethemeve për prejardhjen e tij hebraike. Në vitin 1922 hyri në marinën gjermane dhe atje u ngjit shpejt, derisa në vitin 1931 u largua për shkak të një lidhjeje me një vajzë pa përmbushur angazimet e mëparshme, gjë që shkaktoi përjashtimin e tij të panderuar. Të njëjtin vit njohu Himmlerin, i cili e inkorporoi në SS dhe e vendosi në krye të shërbimit të ri të inteligjencës. Shpejt u dëhoqi Sicherheitsdienstin, i specializuar në zbulimin e armiqve të partisë dhe gjenerimin e dosjeve me informacion komprometues. Zotërimi i tij mbi këtë aparat i lejoi të shtrinte pushtetin e tij në të gjithë territorin. Nga mesi i dekadës u bë operatori kryesor i represionit politik në drejtimin e Himmlerit. Kur Gestapo, SD dhe Kripo u bashkuan në vitin 1939, Heydrich mori kontrolin mbi të gjitha agjencitë e sigurisë përmes zyrës qendrore të sigurisë së Rajhut. Gjatë spastrimeve të brendshme u kujdes për mbikëqyrjen e ndalimeve dhe ekzekutimeve selektive. Ai ishte një nga përgjegjësit për përgatitjen e listave të objektivave për natën e etikave të gjata dhe menaxhoi represionin pas djegjies së Reichstagut. Në vitin 1938 u dëhoqi represionin pas pogromit të nëntorit dhe organizimin e dobimeve të detyruara, përfshirë të ashtu quajturën nata e xhamave të tjerë. Deri atëhere, ai kontrollonte gjithashtu edhe zyrën e emigracionit hebre. Pas pushtimit të Polonisë, ai organizoi Einsatzgruppen e para. Këto njësi vepronin pas vijave të frontit për të eliminuar kundërshtarët, intelektualët dhe udhëheqësit hebrenj. Në vitin 1940, ai konsolidoi pozicionin e tij si administratori kryesor i politikave të represionit në teritoret e pushtuara, duke organizuar regjistrime, transferime dhe ekzekutime masive në lindje. Ndërsa operacionet në Bashkimin Sovjetik përparonin, ai diktoi udhëzime për zgjerimin e pushkatimeve të civilëve në kategori racore dhe politike, duke zgjeruar objektivat të gratë dhe fëmijët. Në gjysmën e dytë të vitit 1941, Heydrich intensifikoi koordinimin midis aparateve të ndryshme të regjimit për të zbatuar në mënyrë sistematike politikat e përjashtimit dhe eliminimit të popullsisë hebraike. Aftësia e tij për të integruar organet civile, policore dhe administrative lejoi krijimin e një modeli të dëbimit të centralizuar që u përsos në muajt në vijim.
Procesi mori një strukturë operative të sakt, ku çdo institucion dinte saktësisht çfarë funksioni të përmbushte, në udhëzime që mbanin firmën e tij të drejtë për drejtë. Që nga viti 1941, ai u emërua zvendës guvernatori protektoratit të Bohemisë dhe Moravës, post që e përdori për të zbatuar një politik gjermanizimi të detyruar. Në drejtimin e tij, u nxitën masa shtypse kundër sindikatave, universiteteve dhe komuniteteve fetare lokale. Ai zbatoi një mbikëqyrje totale mbi shoqërinë çeke, me arrestime ditore, zhdukje dhe ekzekutime të menjëhershme. Ai vendosi një regjim kontrolli absolut, ku çdo manifestim kulturor ju nënshtrua censurës. Më 27 maj të vitit 1942, u ndalua nga një komando e stërvitur nga britanikët, e përbër nga Jan Kubish dhe Jozef Gabčík. Pritja ndodhi në një kthes të mbyllur në periferi të Pragës. Edhe pse arma e zjarrit dështoi, njëri nga sulmuesit arriti të hifte një granat të prodhimit special. Shpërthimi shkaktoi lëndime të rënda në barkun e Heydrich. Ai u transferua menjëherë në spitalin Bulovka, ku u operua me urgjencë. Gjatë ditëve të para dukej se u stabilizua, por shpejt dolën komplikacione të rënda. Ambienti në spital ishte i tensionit maksimal. SS rrethoi ndërtesën dhe stafi civil u zëvendësua nga mjek të ardhur nga Berlini. U provuan trajtime eksperimentale, por infeksioni përparoi shpejt. Më 4 qershor, pas disa ditësh vëzhgjimi të vazhdueshëm, ai ra në koma. Vdekja e tij u konfirmua pak kohë më pas. Autoritetet gjermane reaguan me një fushat hakmarrjeje. Më 10 qershor, trupat gjermane shkatëruan fshatin Lidice, ekzekutuan të gjithë burrat, dëbuan gratë dhe përzgjodhen fëmijët për gjermanizim ose transferim në kampe. Masakra u shpërnda nga radioja dhe u përdor si paralajmërim. U urdhëruan operacione të ngjashme në lokalitete të tjera, me qëllim që të ndëshkohej në mënyrë simbolike popullsia çeke. Funerali u zhvillua në Berlin. Trupi i tij u transportua në mbikëqyrje të rrept deri në kryeqytetin e Reichut. Në ceremoni morën pjesë zyrtar të lartë të partisë, përfshir Himmlerin, Goebbels dhe Göring. Arkivoli u prit me nderime shtetërore, në mes të një shpallosieje trupash dhe simboleve të regjimit. Gjatë aktit u mbajtën fjalime zyrtare duke theksuar shërbimin, disiplinën dhe përkushtimin e tij ndaj kauzës. U shmang çdo përmendje e atentatit dhe nuk u dhan detaje mbi gjendjen e tij përfundimtare. Ai u varos në varrezat Invaliden-Friedhof, të rezervuara për figura ushtarake të shkuara. Varri i tij origjinal mbeti pa shenjë të dukshme për dekada. Në fund të luftës, vendi u plaçkit dhe disa gur varresh u hoqën. Raportet e mëvonshme konfirmuan se eshtrat e tij nuk u zhvarrozën zyrtarisht. Gjatë pushtimit sovjetik, vendi mbeti nën kontroll ushtarak dhe në vitet e mëvonshme u mbulua me tokë pa ruajtur monumente. Në regjistrat aktual të varrezave figuron pa një shenjë të dukshme, megjithse dokumentet e kohës e vendosin vendodhjen e saktë brenda sektorit të rezervuar për komandantët e lartë. Pas vdekjes së tij, arkivat që përmbanin urdhra të nënshkruar prej tij u transferuan në Berlin dhe më vonë u konfiskuan nga forcat aleate. Dokumentet zyrtare, memorandumet dhe procesverbalet e takimeve tregonin pjesëmarrjen e tij të drejtë për drejtë në hartimin teknik të dëbimit dhe shfarosjes. Fletet e nënshkruara nga Heydrich u përdorën në proceset gjyqësore të mëvonshme për të demonstruar zinxhirin e komandës. Në ato raporte, emri i tij shfaqet i lidhur me vendime kyçe mbi fatin e popullsive të tëra, me një nivel detajesh administrative që përfshinte oraret, rrugët dhe kuotat. Aparati që ai kishte strukturuar mbeti në funksionim, i operuar nga figura si Müller dhe Eichmann, të cilët kishin punuar në udhëzimet e tij. Makina burokratike ishte tashmë e përgatitur të vepronte pa praninë e tij.
Pavarësisht zhdukjes së tij, dekretet dhe protokollet që late hartuara u ekzekutuan me vazhdimsi. Trashëgimia e tij u ruajt në formën e skemave operative dhe strukturave hierarkike që vazhduan të zbatonin të njëjtat masa. Në vlerësimet e brendshme të regjimit, ai u përshkrua si i imët, i rezervuar dhe jashtëzakonisht i saktë në urdhrat e tij. Ai nuk linte hapësirë për interpretime dhe udhëzimet e tij hartoheshin në ton teknik, pa emocion. Konferencat që ai kryesonte karakterizoheshin nga shkurtësia dhe qartësia. Ai kërkonte raporte javore dhe mbante kontakt të vazhdueshëm me udhëheqësit rajonal përgjegjës për zbatimin e dobimeve. Në vitet e mvonshme, figura e tij u analizua në raporte historike, ku u theksua aftësia e tij për të integruar strukturat represive në një komand të vetme. U konsiderua se aftësia e tij më e madhe nuk ishte vetëm të ekzekutonte, por të organizonte një sistem funksional në shumë vende të pushtuara, me përdorimin sistematik të regjistrave, arkivave dhe kanaleve administrative. Rudolf Hess, nga i dyti i Hitlerit të i burgosuri fantasma i Spandau. Rudolf Hess lindi në vitin 1894 në Aleksandri, kur Egjipti ishte ende nën kontrollin britanik. Familja e tij ishte me origjinë gjermane, që i përkiste borgjezisë së vendosur në koloninë europiane. Që i ri u edukua në shkolla private të rajonit, pastaj vazhdoi formimin e tij në Gjermani. Mori pjesë si oficer në luftën e parë botërore, ku pësoi plag që e larguan nga fronti dhe i dhan dekorata. Në periudhën pas konfliktit, u përfshi në lëvizjet nacionaliste dhe paramilitare. Ishte në Minih ku ndoqi mësimet me Karl Haushofer, teoricien i geopolitikës, i cili do të ndikonte në mendimin e tij politik. Në vitin 1920, njohu Adolf Hitlerin dhe ju bashkua Partisë Nacional Socialiste në fillimet e saj. U bë bashkëpunëtori i tij besnik dhe veproi si sekretar personal. Mori pjesë në grushtin e dështuar të shtetit në Minih të vitit 1923, pas të cilit u burgos së bashku me Hitlerin. Gjatë burgosjes së tij në Landsberg, ndihmoi në transkriptimin dhe redaktimin e përmbajtjes së Mein Kampf. Kur u lirua, Hess u ngjit shpejt brenda partisë. U emërua kreu i partisë në Minih dhe më vonë u bë një nga 9 kolonelët më të afërt të Führerit. Në vitin 1933, u caktua si zëvendës i Hitlerit, duke zënë një vend kyç në hierarkinë e Reichut të tretë. Hess zhvilloi një rol administrativ dhe ceremonial brenda qeverisë naziste, pa marrë pjesë drejt për drejt në vendimet ushtarake. Ai mbante korrespondencë me figura të shumta politike dhe mbikëqyrte funksione të caktuara të partisë. Ndërsa lufta përparonte, ndikimi i tij u zvogëllua përballë udhëheqësve si Himmler, Göring dhe Bormann. Në vitin 1941, mori një vendim të papritur që do të shënonte fatin e tij. Fluturoi vetëm drejt Skocisë me qëllimin për të negociuar paqen me Mbretërinë e Bashkuar. Avioni i tij ra në periferi të Glasgow't dhe ai u kap nga autoritetet britanike. Qeveria britanike e ndaloi si të burgosur lufte, u mor në pyetje nga antar të kabinetit të Churchill, pa u njohur zyrtarisht misioni i tij. Gjatë viteve në vijim, qëndroi në paraburgim, ndërsa Gjermania e shpalli të sëmur mendor dhe e përjashtoi nga partia. Pas përfundimit të luftës, u dërgua para gjykatës së Nurembergut, i akuzuar për krime kundër paqes dhe komplot. Ndryshe nga krerët e tjerë nazist, ai nuk u dënua me vdekje. Në vitin 1946, gjykata e dënoi me burgim të përjetshëm. Ai u transferua në burgun e Spandaut në Berlinin perëndimor, ku qëndroi deri në vdekjen e tij. Për 4 dekada, ai ishte i vetmi i burgosur i burgut, i ruajtur nga një administrat me rotacion midis fuqive aleate. Izolimi i tij ishte i rrept dhe vizitat familjare kontrolloheshin.
Gruaja dhe djali I tij mund ta shihnin atë vetëm pak herë në vit. Autoritetet vendosën rregulla të rrepta mbi ushqimin, rekreacionin dhe korrespondencën e tij. Pavarësisht fushatave të shumta ndërkombëtare që kërkonin lirimin e tij për arsye humanitare, autoritetet refuzuan të ndryshojnë dënimin e tij. Në vitin 1987, Rudolf Hess u gjet pa jetë në kopshtin e burgut në moshën 93 vjeçare. Hetimet zyrtare përfunduan se vdekja e tij ishte rezultati një veprimi të kryer nga ai vetë, pa pjesëmarrjen e palëve të treta. Autopsia dhe analizat mjekoligjore konfirmuan shkakun e vdekjes nga asfiksia. Trupi I tij u dorëzua familjes dhe u transferua në Wunsiedel, ku u varros në varrin e familjes. Megjithatë, me kalimin e kohës, vendi u kthie në pikë pelegrinazhi për grupet neonaziste. Në vitin 2011, autoritetet gjermane vendosën të zhvarrosin eshtrat e tij për të shmangur instrumentalizimin e tij ideologjik. Me atë mas, u mbyll cikli fizik I njërit prej simboleve të fundit të gjallë të regjimit nazist. Varri u zhduk nga varrezat dhe nuk u ngrit asnjë gur varri apo memorial. Kështu përfundoi historia e një burri që kaloi nga dora e djathtë e Hitlerit në të burgosur të vetmuar, pa nderime apo varr të dukshëm. Zhdukja e tij përfundimtare ishte po aq e heshtur sa izolimi I tij I zgjatur. Josef Mengele, fantazma mjekësore e Auschwitzit. Josef Mengele lindi më 16 mars të vitit 1911 në qytetin bavarez të Günzburgut. Ishte djali më I madh I Karl Mengeles, pronari një fabrike makinerish bujqësore që I garantonte familjes një pozicion të mirë. Që I ri shfaqi interes për mjekësinë dhe antropologjin fizike, studioi të dyja disiplinat në universitete të ndryshme gjermane dhe në vitin 1935 mori një doktorat në antropologji nga Universiteti I Munihut. Vitin tjetër përfundoi provimet shtetërore të mjekësisë. Në vitin 1937 filloi të punojë në Institutin e Biologjisë Hereditare dhe Higjienës Rakor të Frankfurtit, në drejtimin e Otmar von Verschuer, një studiues I shquar për studimet e tij mbi binjakët. Atje përfundoi një doktorat të dytë në vitin 1938. Gjatë periudhës së tij universitare, adoptoi idetë racore të regjimit. Edhe pse nuk ishte aktivisht antar I Partisë Naziste para ngritjes së saj në pushtet, në vitin 1931 ju bashkua Stahlhelmit, një organizat paramilitare nacionaliste që më vonë u thith nga SA. Pas këtij integrimi, antarësia e tij kaloi në strukturën e partisë, megjithse e braktisi aktivitetin në vitin 1934. Në vitin 1938, hyri formalisht në Partinë Nacional Socialiste dhe në SS. Që atëherë lidhi punën e tij shkencore me objektivin e regjimit për të ruajtur pastërtinë e supozuar të popullit gjerman. Në punën e tij me Verschuer, bashkëpunoi në vlerësime racore që përcaktonin kush mund të konsiderohej gjerman, sipas ligjeve të Nurembergut, dhe në vendime mjekësore që vendosnin sterilizime të detyruara ose ndalime martesore. Në vitin 1940, u thirr në ushtrinë gjermane dhe pak më vonë u ofrua si mjek për shërbimin e Waffen-SS. Fillimisht punoi në zyrën kryesore të racës dhe rivendosjes, kur I shikonte kriteret e përdorura për të vendosur nëse njerëzit kërkonin me bazë një origjinë gjermane. Në fund të po atij viti, u caktua si oficer mjekësor në batalionin e inxhinierëve të divizionit SS Viking. Mori pjesë në operacionet e pushtimit të Bashkimit Sovjetik dhe ishte dëshmitari drejt për drejt I dhunës në frontin lindor. Performanca e tij I fitoi dekorata, përfshir kryqin e hekur të klasës së dytë dhe të parë dhe gradën kapiten mjek I SS.
Në janar të vitit 1943, u kthie në Gjermani. Ndërsa priste caktimin e ri ushtarak, ai bashpunoi sërish me Verschuer, i cili drejtonte atëherë Institutin Kaiser Wilhelm të antropologjisë, gjenetikës njerëzore dhe eugenikës në Berlin. Më 30 maj të atij viti, SS e dërgua në kompleksin e Auschwitzit, ku mori funksione si mjek në Birkenau. Ekzistojnë indikacione se ai e kërkoi personalisht atë destinacion. Në kamp, u kujdes për të burgosurit e sektorit të destinuar për popullsinë rome, dhe më vonë u emërua krye mjek i Auschwitzit 2 Birkenau. Në nëntor të vitit 1944, kaloi në seksionin spitalor të njëjtit kamp. Puna e tij përfshinte të ashtucuajturat procese të përzgjedhjes. Sa herë që mbërrinin trena me të dëbuar, ai duhej të përcaktonte kush ishte i aftë për punë të detyruar dhe kush do të ekzekutohej në dhomat e gazit. Mjekët e kampit gjithashtu kryenin inspektime periodike në baraka për të eliminuar të sëmurët ose ata që nuk mund të punonin më. Mengele merrte pjesë aktivisht në këto detyra, gjë që e bëri një figurë të frikshme për të burgosurit. Disa të mbijetuar kujtuan vizitat e tij në infermieri si momente të meri, pasi mjaftonte shenja e tij për të vendosur jetën ose vdekjen e një të burgosuri. Përveç detyrave të tij mjekësore, ai zhvilloi kërkime në vetë kampin, në koordinim me Verschuer. Ai dërgonte mostra gjaku, organesh dhe skeletesh njerëzore në laboratorët e Institutit Kaiser Wilhelm. Interesi i tij kryesor ishte trashëgimia gjenetike, veçanërisht e binjakët, për të cilën ai përzgjidhte çifte mes të burgosurve të sapoardhur. I regjistronte me hollësi, merrte matje trupore dhe nxirrte gjak shpesh. Gjithashtu praktikonte kirurgji dhe procedura të dhimbshme pa anestezi. Në disa raste flijonte të dy binjakët për të krahasuar organet e tyre nëpërmjet autopsive. Një grup tjetër viktimash ishin fëmijë të rom të prekur nga sëmundje si noma, një gangrenë e gojës e lidhur me kequshqirjen. Mengele urdhëroi studimin e sëmundjes duke supozuar se kishte origjinë trashëgimore. Edhe pse mjekët e burgosur gjetën një trajtim, fëmijët u vranë më vonë. Ai gjithashtu u interesua për njerëz me deformime ose anomali fizike, si gjuzhizëm ose heterokromi, duke dërguar mbetjet e tyre në Gjermani për kërkime. Viktimat e tij përfshinin burra, gra dhe veçanërisht të mitur, të cilët i trajtonte me një mirëdashje të dukshme që binte në kontrast me rezultatet fatale të eksperimenteve të tij. Ndërsa punonte në Auschwitz, ai strukturoi një kompleks barakash të përshtatur si laborator, me instrumente moderne dhe personel të zgjedhur mes të burgosurve mjekësor. Qëllimi i tij ishte të konsolidonte kërkime gjenetike mbi zhvillimin e tipareve fizike dhe mendore, të gjitha nën besimin se ekzistonin ndalime biologjike të përhershme midis racave. Ai besonte se studimi i këtyre faktorëve do të ndihmonte në ruajtjen e epërsisë së popullsisë gjermane. Në këtë logjik, të burgosurit u zhdaruan në material eksperimental dhe jetët e tyre në variabla laboratorike. Në janar të vitit 1945, përballë ofensivës sovjetike, Mengele braktisi kampin së bashku me antar të tjerë të SS. Kaloi shkurtimisht në kampin e Gross Rosen dhe më pas u bashkua me një njësi ushtarake gjermane në tërheqje. Pas dorëzimit u kap nga forcat amerikane, u identifikua me një emër të rrem dhe u lirua në mesin e vitit 1945, para se të bëhej i njohur roli i tij vërtet në Auschwitz. Gjatë viteve në vijim punoi si punëtor bujësor në Bavari, duke përdorur një identitet tjetër. Familja e tij mbajti kontakt dhe i dha ndihmë ekonomike. Ndërsa hetimet mbi krimet naziste përparonin, autoritetet aleate u përpoqën ta gjenin. Megjithatë, deklaratat e rreme të familjarëve të tij i quan hetuesit të besonin se ai kishte vdekur.
Në vitin 1949, me mbështetje financiare nga rrethi i tij, ai u arratis në Argentinë me dokumentacion të rrem. Atje jetoi pa u zbuluar dhe në vitin 1956 mori shtetësinë argjentinase me emrin e tij të vërtet. 3 vjet më vonë, duke ditur se drejtësia e Gjermanisë Perëndimore po përgatiste arrestimin e tij, u zhvendos në Paraguay, ku mori shtetësinë lokale. Në vitin 1960, pas kapjes së Adolf Eichmann nga shërbimi sekret izraelit, ai u friksua se do të ishte objektivi tjetër. Braktisi Paraguayin dhe u strehua në Brazil. Me ndihmën e simpatizantëve dhe parave nga familja e tij, u vendos pranë Sao Paulos me një identitet tjetër. Atje jetoi në mënyrë diskrete për pothuajse 2 dekada. Më 7 shkurt të vitit 1979, pësoi një aksident ndërsa notonte në një plazh të Bertiogës. Vdiq në vend dhe u varos në një varres të Sao Paulos me emrin e rrem Wolfgang Gerhardt. Në vitin 1985, një hetim i përbashkët i Gjermanisë, Izraelit dhe Shteteve të Bashkuara lejoi lokalizimin e varrit të tij fal dokumenteve të gjetura në shtëpinë e një të njohurit të familjes në Günzburg. Policia braziliane zhvarosi eshtrat dhe ekspertët mjekoligjor të 3 vendeve konfirmuan identitetin e tij. Në vitin 1992, provat gjenetike ratifikuan në mënyrë definitive se trupi i përkiste Josef Mengeles. Me këtë, u mbyll kërkimi i mjekut të Auschwitzit, i cili kishte arritur t'i shmangjej drejtësisë për 34 vjet. Rrugtimi i tij tregoi se si një profesionist i formuar në institucione prestigjioze, përdori shkencën për t'i shërbyer një sistemi që mohonte kushtin njerëzor për miliona njerëz. Vdiq larg çdo gjykate, me një identitet të huaj dhe pa dhënë llogari, i fshehur pas dekadash arrati. Vari i tij, fillimisht i shënuar me një emër të rrem, u zbulua shumë më vonë. Kështu u zhduk një nga fiturat më të njohura të tmerrit të shekullit të 20. Pa drejtësi, pa dënim dhe jashtë vendit, emrin e të cilit nuk e shqiptoi kurrë publikisht. Hermann Göring, nga heroi ajror te I akuzuari i Nurembergët. Hermann Göring lindi më 12 janar të vitit 1893 në Rosenheim, në jug të Gjermanisë. Ishte djali i Heinrich Ernst Göring, diplomat dhe funksionar kolonial që kishte shërbyer në Haiti. Familja u kthye në Gjermani kur babai u tërhoq nga shërbimi i jashtëm dhe fëmia u rrit pranë Nurembergut, në kështjellën e Weldenstein, prone Hermann von Eppenstein, kumbari i fëmijëve dhe ish dashnori nënës së tij. Ai mori formim ushtarak që i ri dhe në vitin 1912 u komizionua si oficer i ushtrisë perandorake. Gjatë luftës së parë botërore ju bashkua aviacionit, atëherë në zhvillim, dhe u shkua si pilot luftarak. Në vitin 1918 mori komandën e skuadronit të baronesë së famshme Manfred von Richthofen dhe mori dekoratën më të lartë ushtarake gjermane. Pas luftës ndjeu indinjat për trajtimin që popullsia civile u dha veteranëve. U largua nga Gjermania dhe punoi për një kohë si pilot civil në Danimark dhe Suedi. Atje njohu baroneshën Karin von Kanzov, me të cilën u martua në Minich në vitin 1923. Gjatë qëndrimit të tij në Skandinavi mbeti i lidhur me aviacionin dhe qarqet nacionaliste që ndanin ide hakmarrieje kundër Traktatit të Versailles. Në vitin 1922 u kthye në Gjermani. Dëgjoi për herë të parë Adolf Hitlerin dhe u bind se Lëvizja Nacional Socialiste përfaqësonte rimkëmbjen e krenarisë kombëtare. U antarsua në partinë naziste dhe u emërua shef i trupave sulmuese, SA. Në nëntor të vitit 1923, mori pjesë në puçi i Birtorës, tentativa e grushtit të shtetit që përfundoi me disa të vdekur. Gjatë përleshjes u plagos në ij dhe u arratis me gruan e tij në Austri për të shmangur arrestimin.
Mjekimi me morfin për të lehtësuar dhimbjen çoi në një varësi që e shoqëroi për vite me radhë. Kaloi në për trajtime në spitale suedeze midis viteve 1925 dhe 1926. Göring u kthie në Gjermani pas amnistisë së vitit 1927. Rimori pozicionin e tij brenda partisë dhe përdori kontaktet e tij me sipërmarrësit dhe konservatorët për të zgjeruar ndikimin e lëvizjes naziste. Në vitin 1928 u zgjodh deputet i Reichstagut dhe në vitin 1932, kur partia naziste fitoi shumicën e vendeve, u bë president i dhomës. Nga ai post pengoi iniciativat e qeverive që nuk përfshinin Hitlerin dhe lehtësoi rrugën drejt pushtetit. Fal prestigjit të tij si hero lufte dhe rrjetit të tij të marrëdhënieve me industrinë gjermane, Hitleri e konsideronte një aleat thelbësor për të fituar sektor me ndikim. Göring veproi si ndërmjetës para këshilltarëve të presidentit Paul von Hindenburg dhe bashkëpunoi në negociatat që quan në emërimin e Hitlerit si kancelar më 30 janar të vitit 1933. Që atëherë u bë pjesë e kabinetit të ri si ministër i brendshëm i Prusis, shteti më i madh gjerman, kryeqyteti i të cilit ishte Berlini. Në postin e tij urdhëroi policin të vepronte me ashpërsi kundër kundërshtarëve dhe lejoi që antarët e SA dhe SS të përfshiheshin si ndihmës. Pas zjarrit të Reichstagut më 27 shkurt të vitit 1933, ai urdhëroi arrestime masive të komunistëve dhe socialistëve që u internuan në kampe përqendrimi. Nga presidenca e Reichstagut, ai nciti miratimin e ligjit fuqizues, i cili i dha Hitlerit pushtete diktatoriale dhe eliminoi sistemin parlamentar. Në prill të vitit 1933, mori gjithashtu presidencën e qeverisë prusiane. Themeloi xhirën e policisë sekrete të shtetit e varur prej tij, me autoritet për të arrestuar dhe burgosur pa proces çdo person të konsideruar të rrezikshëm për regjimin. Një vit më vonë caktoi Heinrich Himmlerin në krye të kësaj strukture, e cila u konsolidua si Gestapo, policia politike e të gjithë Reichut. Deri në vitin 1934, SA ishte shndëruar në një kërcënim për Hitlerin, për shkak të madhësisë dhe autonomisë së saj. Göring e bindi atë të eliminonte udhëhecin e tyre Ernst Röhm. Më 30 qershor të atij viti, koordinoi me Himmlerin arrestime dhe ekzekutimet e krerëve të SA në Berlin dhe të kundërshtarëve të tjerë. E ashtu xuajtura nata e thikave të gjata, vullosi supremacinë e Hitlerit dhe forcoi kontrollin e Göringut mbi Prusin. Në vitet në vijim, akumuloi poste. U emërua komisari Reichut për aviacionin dhe shefi forcës së re ajrore, Luftwaffe, e krijuar zyrtarisht në vitin 1935 pas braktisjes së kufizimeve të Traktatit të Versailles. Në Ministria e Ajrit, ai nciti zhvillimin e industrisë aeronautike dhe e shndëroi Luftwaffen në shtyllë të riarmatimit gjerman. Në vitin 1936, Hitleri besoi atij planin 4-vjeçar, i destinuar për të përgatitur ekonominë për luftë. Nën komandën e tij u koordinuan ministritë e ekonomisë, punës dhe bujqësisë. Vitin tjetër krijoi kompaninë shtetërore Reichswerke Hermann Göring, e dedikuar për nxjerrjen e ekurit dhe prodhimin e çelikut, e cila u zgjerua drejt minierave dhe armatimit. Pas aneksimit të Austrisë dhe pushtimit të Çekoslovakisë, ai inkorporoi industritë lokale në atë konsorcium. Deri në vitin 1941, kompania ishte shndëruar në më të madhen e kontinentit, me qindra mijëra punëtor të detyruar në fabrikat dhe minierat e saj. Göring ndërhyri gjithashtu në politikën e jashtme naziste. Ai përfaqësoi Hitlerin në udhëtime në Itali dhe Ballkan, ku kërkoi aleanca ekonomike. Në vitin 1936, autorizoi dërgjimin e avionëve të Luftwaffes për të mbështetur palën e Francisco Francos në luftën civile spanjolle.
Në mars të vitit 1938, bëri presion ndaj udhëheqësve austriak për të pranuar Anschlussin, bashkimin me Gjermanin, dhe në shtator të atij viti mori pjesë në konferencën e Minihut, nga e cila doli marrëveshja që i lejoi Gjermanisë të aneksonte Sudetet. Në mars të vitit 1939, kërcënoi me bombardimin e Pragës, gjë që lehtësoi pushtimin total të Çekoslovakisë. Më 9 dhe 10 nëntor të vitit 1938, gjatë natës së xhamave të thyer, ndodhen sulme masive kundër dyqaneve dhe sinagogave hebreje. Hitleri caktoi Göringun për të koordinuar politikën ekonomike anti-hebraike. Në drejtimin e tij, u ndalua hebrejnëve të zotëronin biznese, ju konfiskuan pasurit dhe ju vendos një gjop kolektive prej 1 miliard markash. Në shkurt të vitit 1939, i ngarkoi Reinhard Heydrichut, shefit të SD dhe të policisë së sigurimit, krijimin e zyrës qendrore për emigracionin hebre, funksioni i së cilës ishte dëbimi i popullsisë hebreje nëpërmjet emigracionit të detyruar. Pas pushtimit të Bashkimit Sovjetik, në qershor të vitit 1941, dëbimi total u konsiderua i pamundur. Më 31 korrik të atij viti, Göring udhëzoi Heydrichun të hartonte një plan të destinuar për të ashtucuajturën zgjidhja finale e çështjes hebreje, që përfshinte vrasjen sistematike të hebrejnëve të Evropës. Gjatë viteve të para të luftës, Luftwaffe arriti fitore të shpejta në Poloni dhe Francë, dhe Hitleri e shpërbleu Göringun me titullin Reichsmarschall, grad superiore brenda forcave të armatosura. Por disfata përballë Britanisë së Madhe në vitin 1940 shënoi fillimin e rënies së tij. Forca ajrore nuk mundi të shkatëronte mbrojtjet britanike as të pengonte bombardimet aleate mbi Gjermani. Duke filluar nga viti 1942, aparati i tij administrativ u bë i paefektshëm dhe Hitleri transferoi kompetencat te drejtuesit e tjerë. Ndërsa konflikti përparonte, Göring u përqendrua në jetën e tij private. Mbajti një rezidencë luksoze në Karinghall, e ndërtuar në kujtim të gruas së tij të parë dhe e dekoruar me vepra arti të marra nëpërmjet plaçkitjeve dhe blerjeve të detyruara. Në vitin 1935 ishte martuar me aktoren Emmy Zoneman dhe në vitin 1938 lindi vajza e tij Edda. I izoluar nga fronti, ju përkushtua gjuetis dhe koleksionimit, duke grumbulluar pasuritë konfiskuara në vendet e pushtuara. Në prill të vitit 1945, me Gjermanin në prag të kolapsit, ai qëndroi në Obersalzberg, ndërsa Hitleri u strehua në Berlin. Më 23 prill, dërgoi një telegram duke kujtuar dekretin që e caktonte pasardhës dhe kërkoi autorizim për të vepruar në emër të Führerit nëse ky mbetej i pakomunikueshëm. Martin Bormann e interpretoi mesazhin si tentativë tradhtie. Hitleri reagoi i tërbuar, e shkarkoi dhe urdhroi arrestimin e tij në shtëpi. Pak ditë më vonë, nënshkroi testamentin e tij duke emëruar pasardhës Karl Dönitzin. Më 7 maj të vitit 1945, Göring ju dorëzua trupave amerikane. U transferua në Nurembergut dhe u gjykua nga Tribunali Ushtarak Ndërkombëtar së bashku me drejtues të tjerë nazist. Gjatë seancave, mbrojti rolin e tij, mohoi përgjegjësitë në krimet më të rënda dhe shpalli besnikërinë e tij ndaj Hitlerit. Më 1 tetor të vitit 1946, u shpall fajtor për komplot, krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Tribunali e dënoi me vdekje me varje. Ekzekutimi ishte parashikuar për 15 tetor, por natën e mëparshme, Göring u gjet pa jetë në qelinë e tij. Hetimet arritën në përfundimin se ai kishte shkaktuar qëllimisht vdekjen e tij, duke përdorur një mjet të fshehur midis sendeve të tij. Ishte 53 vjeç. Trupi i tij u dogj në krematoriumin e varrezave Ostfriedhof të Munichut, së bashku me ato të funksionarëve të tjerë të lartë të dënuar. Joachim von Ribbentrop, Kancelari i Marrëveshjes së Ndaluar.
Ulrich Friedrich Wilhelm Joachim von Ribbentrop lindi në Wesel, në perëndim të Gjermanisë, prill të vitit 1893. Që i rish faqi një personalitet ambicios që u transferua në jetën e tij profesionale. Në luftën e parë botërore shërbeu si oficer artillerie dhe më vonë në Luftstreitkräfte. Pas konfliktit u vendos në Kanada dhe punoi në tregtinë e verërave. Kjo fazë konsolidoi zotërimin e tij të anglishtes dhe forcoi lidhjet e tij ndërkombëtare, diçka që më vonë do ta përdorte për të ngjitur shkallët në regjimin e ri. Pas kthimit në Gjermani në vitet 20, u përfshi në biznesin e importit të shampanjës. Përmes këtij ambienti elitar, ai njohu antar me ndikim të shoqërisë së lartë gjermane dhe shpejt tërhoqi vëmendjen e figurave të afërta me NSDAP. U antarsua në parti në vitin 1932 dhe krijoi një marrëdhënie të drejtë për drejtë me Adolf Hitlerin, të cilin e impresionoi me stilin e tij të rafinuar dhe njohuritë e tij diplomatike. Brenda një kohe të shkurtër, u bë këshilltar i politikës së jashtme. Për të konsoliduar rolin e tij, ai krijoi një zyrë paralele me Ministriosin e Punëve të Jashtme, që operonte nga rezidenca e tij në Berlin. Kjo strukturë u njoh si zyra Ribbentrop, dhe që aty punoi në strategjinë ndërkombëtare që mbështesnin interesat e regjimit. Detyra e tij kryesore ishte të krijonte aleanca dhe të zbute imazhin e qeverisë gjermane para fuqive të tjera. Në vitin 1936 u emërua ambasador në Londër. Gjatë misionit të tij në Mbretërinë e Bashkuar, ai u përpoq të krijonte lidhje me fisnikrinë britanike dhe të minimizonte tensionet diplomatike. Edhe pse qëndrimi i tij u pasi dështim nga britanikët, Hitler i vlerësoi përpjekjen e tij dhe në shkurt të vitit 1938 e emëroi ministër të punëve të jashtme. Ardhja e tij nënkuptoi zhvendosjen definitive të Konstantin von Neurath, i cili kishte mbajtur postin deri atëherë. Nga kjo pozitë, Ribbentrop mori pjesë aktive në negociatat që quan në aneksimin e Austrisë dhe më pas në marrëveshjet e Minihut. Ishte një nga figurat kyçe në nënshkrimin e paktit gjermano-sovjetik në gusht të vitit 1939, i njohur si pakti Ribbentrop-Molotov. Marrëveshja përfshinte klauzola sekrete për të ndarë territoret e Evropës lindore midis Gjermanisë dhe Bashkimit Sovjetik. Ky pakt hapi rrugën për pushtimin e Polonisë dhe fillimin e luftës së dytë botërore. Gjatë konfliktit, Ribbentrop mbajti kontrollin e diplomacisë së Reichut. Ai shoqëroi Führerin në samite të shumta, dërgoi delegacione në vende neutrale dhe koordinoi traktatet me Italinë dhe Japoninë. Ai ishte gjithashtu i përfshirë në propagandën e jashtme dhe në përpjekjet për të mbajtur disa kombe larg aleatëve. Pavarësisht gradës së tij, shumë brenda rrethit të ngushtë të Hitlerit e konsideronin pak kompetent dhe arrogant. Në vitet e fundit të regjimit, ndikimi i tij ra. Humbjet ushtarake dhe kolapsi i strukturës diplomatike bën që figura e tij të lihej më njan. Pas rënies së Reichut të tretë, ai u arrestua nga forcat aleate dhe u dërgua në qendrën e ndalimit të Mondorf-les-Bains në Luksemburg, së bashku me krerët e tjerë të kapur. Gjatë gjyqit të Nurembergut, Ribbentrop u akuzua për krime kundër paqes, komplot, krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Prokuroria e mbajti përgjegjës për nxitjen aktive të pakteve që lehtësuan luftën dhe për rolin e tij në dobimet dhe politikat e pushtimit. Në deklaratat e tij mbrojti besnikrinë e tij ndaj Führerit dhe mohoi të kishte njohur detaje mbi shfarosjen e civilëve. Gjykata e shpalli fajtor për të gjitha akuzat. Vendimi u dha më 1 tetor të vitit 1946. Ai u ekzekutua me varje më 16 tetor të njëjtit vit, në burgun e Nurembergut, nga reshteri John C. Woods. Vdiq pasi u rrëzua në litar pas disa minutash. Trupi i tij, ashtu si ato të krerëve të tjerë të ekzekutuar,
u dozh në krematoriumin e Minihut. Martin Bormann, fytyra e fshehur e Reichhut e humbur në Berlin. Martin Bormann lindi më 17 qershor të vitit 1900 në Halberstadt. Baba i tij, Theodor Bormann, punonte si shef stacioni, ndërsa nëna e tij, Antoni Bernardin Menong, vdiq kur ai ishte ende fëmijë. Në vitin 1918 u rekrutua nga ushtria perandorake, megjithse nuk arriti të luftojë në front. Më vonë u bashkua një grupi paramilitar të quajtur Freikorps, ku ishte i përfshirë në vrasjen e Walter Kadow, një mësues shkolle i akuzuar se kishte dorëzuar një agent ultra të djathtë të francezët. Për këtë krim, Bormann u dënua me 1 vit burg në Leipzig. Pas lirimit të tij në vitin 1924, filloi të bashkëpunojë me botime nacionaliste dhe të krijonte lidhje me antar të lëvizjes nacional-socialiste në zhvillim. Në vitin 1927 u integrua zyrtarisht në NSDAP dhe pak më vonë u emërua drejtori sigurimeve bujësore të partisë. Në atë rol fitoi besimin e Walter Dare, i cili e futi në qarqet më të afërta të pushtetit. Rreth vitit 1933, kur Hitleri ishte emëruar tashmë kancelar, Bormann u bë shef i kabinetit të Rudolf Hess. Nga kjo pozitë organizoi çështjet administrative të brendshme të partisë, kontrolloi aksesin te Hitleri dhe mori një rol kyç në administrimin e pronës së tij private, përfshirë pronën e Berghofit. Çdo vendim që merrej në rrethin e tij kërkonte të kalonte nëpër duart e tij, gjë që rriti ndikimin e tij në mënyrë progresive. Gjatë viteve në vijim, pushteti i tij u rrit në mënyrë të vazhdueshme. Kur Rudolf Hess fluturoi në Skoci në vitin 1941 pa autorizim, Hitleri deklaroi se Bormann do të ishte shefi i ri i kancelarisë së partisë, duke marrë përgjegjësi edhe brenda administratës civile të Reichut. Zyra e tij kaloi në mbikëqyrjen e emërimeve të funksionarëve dhe të gjitha çështjeve të lidhura me aparatin e partisë, gjë që e zhderoi Bormannin në një figurë qendrore të regjimit. Pavarësisht se rrallë fliste në publik, ai kontrollonte kontaktet e Führerit, hartonte shumë nga dekretet e tij dhe rregullonte rrjedhën e informacionit drejt tij. Emri i tij filloi të shfaqej në më shumë dokumente zyrtare dhe u bë i domosdoshëm për makinerinë e pushtetit nacional-socialist. Në vitet e fundit të luftës, Bormann operoi nga Führer bunkeri në Berlin. Ishte i pranishëm në rrethin më të afërt të Hitlerit gjatë ditëve finale. Pas kolapsit të komandës, ai u përpoq të ikte nga bunkeri më 1 maj të vitit 1945, i shoqëruar nga Arthur Axmann dhe Ludwig Stumpfegger. Gjataratisjes u kapën në befasi nga forcat sovjetike dhe kërkuan strehim në kopshtet pranë stacionit Lehrter Bahnhof. Atje humbën gjurmët e tyre. Vetëm Axmann arriti të kthehej dhe të informonte se shokët e tij kishin vdekur gjatë rrugës. Mungesa e trupave në atë moment gjeneroi dekada spekulimesh mbi arratisjen e mundshme të Bormannit. Autoritetet aleate e gjikuan atë në mungesë në tribunalin e Nurembergut dhe e dënuan me vdekje në tetor të vitit 1946. Ndërkohë u përhapën thashetheme për praninë e tij në Amerikën e Jugut, veçanërisht në Paraguay dhe Argjentinë, megjithse kurrë nuk u paraqitën prova përfundimtare. Për dekada, vendodhja e tij mbeti një mister. Në vitin 1972, punëtorët në një kantier ndërtimi në Berlin zbuluan 2 skelete njerëzore pranë pikës ku ishte parë për herë të fundit. Njëri prej tyre ruante fragmente rrobash të oficerit nazist dhe dokumente personale në emër të Martin Bormannit. Analiza dentare konfirmoi identitetin dhe në vitin 1998, provat gjenetike të kryera nga autoritetet gjermane vërtetuan me siguri se eshtrat i përkisnin atij. Raportet arritën në përfundimin se vdekja e tij ndodhi në maj të vitit 1945, në momentet e fundit të regjimit.
Ernst Kaltenbrunner, juristi i vdekjes e dinuar për veprimet e tij. Ernst Kaltenbrunner lindi në Riet Iming Kreis, në atë që ishte atëherë perandoria austro-ungareze, në një familje me burime ekonomike. Filloi studimet në qytetin e tij të lindjes dhe më vonë u transferua në Linz, ku ndoqi gjimnazin. Atje njohu Adolf Eichmannin, me të cilin do të punonte më vonë. Në vitin 1921 filloi një karrierë në inxhinieri kimike në Shkollën Teknike të Lartë të Grazit dhe gjatë asaj periudhe i u bashkua grupit studentor Arminia me orientim të fortë nacionalist. 2 vjet më vonë vendosi të braktisë atë karrierë dhe filloi studimet për drejtësi. Në vitet në vijim, ai mori një rol aktiv si zëdhënës i grupeve të studentëve universitar me ide nacionaliste. Mori doktoratun e tij në drejtësi në vitin 1926. Më pas, punoi si praktikant ligjor, fillimisht në Salzburg dhe më pas në Linz, pa lënë pjesëmarrjen e tij politike dhe lidhjen e tij me grupin paramilitar Heimwehr. Në Linz gjeti punë në një zyrë avokatie. Më 18 tetor të vitit 1930, ju bashkua Partisë Nacional Socialiste të Punëtorëve Gjerman në seksionin e saj austriak. Në gusht të vitit 1931, u pranua në SS. Që nga viti 1932, punoi si këshilltar ligjor për divizionin e 8 të SS Abschnitt dhe u emërua shef i grupit SS në rajonin e Danubit dhe përfaqësuesi distriktit. Gjithashtu, mbrojti antarët e partisë në gjykata pa marrë honorare. Midis viteve 1938 dhe 1941, puna e tij përfshinte detyra për organizimin e Gestapos në Austri, si dhe zhvillimin e sistemit të kampeve të përqendrimit. Mauthausen ishte një nga qendrat e ndërtuara gjatë asaj kohe. Bashkëpunoi me Josef Burkel në drejtimin e Centralstelle für jüdische Auswanderung të Vjenës, një zyrë që koordinonte largimin e detyruar të popullsisë hebreje. Ky institucion ishte nën kujdesin e Adolf Eichmannit deri në prill të vitit 1939. Gjatë asaj periudhe, rreth 150.000 hebrenj u detyruan të largoheshin nga vendi. Në vitin 1942, pas vrasjes së Reinhard Heydrich në kryeqytetin ček brenda operacionit Antropoide, Heinrich Himmler zgjodhi Kaltenbrunnerin për ta zvendësuar si përgjegjës i RSHA, policisë kriminale të Reichut Kripo dhe SD, shërbimit të inteligjencës së SS. Me atë post, ai mori gradën e generalit dhe filloi të konsiderohej krahu i djathtë i Himmlerit. Edhe pse nuk ishte më i zgjuar se paraardhësi i tij, ai tregoi një këmbëngulje të fortë në organizimin e një operacioni të ri të quajtur Weitsprung, qëllimi i të cilit ishte eliminimi i liderëve aleat. Para emërimit të tij si shefi i RSHA, ai kishte mbikëqyrur aktivitetet e Gestapos në Vjenë dhe ishte një figurë kyçe në zbatimin e politikave represive kundër hebrejve, kundërshtarëve politik dhe grupeve të tjera që regjimi i klasifikonte si të padëshirueshëm. Së bashku me Eichmannin, ai zhvilloi mekanizmat e persekutimit dhe dëbimit. Derisa Eichmann u dërgu në Prag, bashkëpunimi i tyre u përqendrua në zbatimin e masave të presionit sistematik që detyruan mijëra njerëz të largoheshin nga vendi. Në korrik të vitit 1944, pas tentativës së atentatit kundër Adolf Hitlerit nga ana e kolonelit Klaus von Stauffenberg, që mbante emrin Operacioni Valkyrie, Kaltenbrunner mori funksione të reja brenda aparatit shtypës. Atij ju ngarkua hetimi i rastit dhe kryerja e arrestimeve pasuese. Nën përgjegjësinë e tij të drejtë për drejtë, ndodhen ekzekutimet e Dietrich Bonhoeffer, Hans von Donai, Rüdiger Schleicher dhe Wilhelm Canaris.
të gjithë të lidhur me rezistencën gjermane kundër regjimit. Rreth fundit të atij viti, në dhjetor të vitit 1944, u dekorua me kryqin e kalorësit të kryqit të meritës së luftës me shpata, në njohje të funksioneve të tij brenda regjimit. Por me afrimin e fundit të konfliktit dhe duke parashikuar humbjen ushtarake, më 18 prill të vitit 1945, Himmleri e emëroi komandant suprem të forcave të armatosura gjermane në jug të kontinentit. Gjatë kësaj periudhe të fundit, Kaltenbrunner riorganizoi shërbimet e mbetura të inteligjencës si një rjet klandestin. Ai ndau operacionet e drejtuara nga Otto Skorzeny, specialist në sabotime, nga ato të Wilhelm Vanek, i cili mbajti lidhje si me Kaltenbrunnerin, ashtu edhe me njësi të tjera në Gjermani dhe jashtë vendit. Megjithse kishte ruajtur besnikrin ndaj regjimit gjatë gjithë luftës, në javët e tij të fundit, ai u përpoq të merrte një amnisti nga aleatët. Duke mos e arritur, u aratis së bashku me 2 ndihmës dhe u fsheh në rajonin e Tirolit, një vend që e njihte pasi e kishte frekuentuar gjatë pushimeve të tij. Përfundimisht u arrestua nga amerikanët dhe u dërgua para gjykatës ndërkombëtare për të proceduar për krimet e tij. Gjatë procesit gjyqësor në Nuremberg, mbrojtja e tij argumentoi se ai nuk kishte pasur dijeni për krimet e kryera në kampet e përqendrimit dhe as për planet globale të nxitura nga qeveria naziste. Avokati i tij pohoi se ai kishte ndjekur gjithmonë urdhra që vinin nga eprorët e tij, kryesisht nga Himmleri, dhe se nuk kishte kompetenca mbi të gjitha organet e sigurisë. Sipas këtij verzioni, detyrat e tij kufizoheshin në çështje të inteligjencës së jashtme, por gjatë gjyqit, një dëshmi e dhënë nga ish luftatari republikan spanjoll Francisco Boy përfshiu fotografi që e tregonin atë duke vizituar ambientet e kampit të përqendrimit të Mauthausen. Kjo provë demonstroi se Kaltenbrunner kishte një lidhje të drejtë për drejtë me aktivitetet e kryera atje. Prokuroria e akuzoi atë si pasardhës të Heydrichut dhe si shef të RSHA, gjë që nënkuptonte përgjegjësinë e tij në krime të shumta. Midis tyre ishin ekzekutimet masive në territoret e pushtuara nga Einsatzgruppen, transferimi i detyruar i popullsisë civile për punë sklave, eliminimi i komandove të kapur, dëbimet sekrete, ndëshkimi kolektiv i familjarëve të ndaluarve, përvetësimi i pronave dhe vrasjet e kryera nga Gestapo dhe SD brenda ambienteve të tyre. Më 1 tetor të vitit 1946 u shpall fajtor për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. 15 ditë më vonë u ekzekutua pa shfaqur hezitim apo shenja pendimi. Ndryshe nga të tjerët, ai shqiptoi fraza të errta për Gjermaninë dhe fatin që i lanë të pranishmit të hutuar. Eshtrat e tij nuk u ruajtën as u përkujtuan. Autoritetet aleate zbatuan të njëjtat dispozita të rezervuara për të dënuarit kryesor. Eliminimi menjëhershëm, pa regjistrat të dukshëm apo lamtumira formale. E vetmja gjë që mbetet është nënshkrimi i tij në dokumentet e gjykatës, së bashku me fytyrën e tij në fotografitë e arkivit, si provë se krimet nuk kryheshin vetëm në fushën e betejës, por edhe nga zyrat zyrtare. Alfred Rosenberg, ideolog rakor që përfundoi në litar. Lindi më 12 janar të vitit 1893 në Reval, brenda ish perandorisë ruse, Alfred Rosenberg u formua si inxhinier arkitekt. Vitet më vonë u bë politikan, redaktor, autor ideologjik i regjimit nazist dhe figurë qendrore në administratën gjermane të Evropës lindore gjatë luftës. U dënua për krime të rënda, u gjykua nga Tribunali Ushtarak Ndërkombëtar dhe u ekzekutua në tetor të vitit 1946 nga drejtësia aleate. Me origjinë gjermano-baltike, ai filloi karrierën e tij universitare në vitin 1910 në Shkollën Politeknike të Rigës, e cila më vonë do të ishte pjesë e Universitetit të Letonisë. Me shpërthimin e konfliktit botëror, institucioni u transferua në Moskë në vitin 1915
dhe atje përfundoi studimet si inxhinier në vitin 1917. Që në moshë të re shprehu mbështetjen për idenë e ruajtjes së pastërtisë së popujve gjerman. Ai hodhi poshtë bolshevizmin, u rreshtua me forcat kundër revolucionare gjatë revolucionit rus dhe pas disfatës së tyre emigroi në Gjermani në vitin 1918, i shoqëruar nga Max Scheubner Richter, i cili ushtroi një ndikim të dukshëm mbi bindjet e tij. I vendosur në Minich, punoi së bashku me Dietrich Eckart në redaktimin e gazetës Völkischer Beobachter. Në atë kohë, antisemitizmi i tij ishte i thellë, i formuar nga leksime si bazat e shekullit të 19 të Chamberlain, dhe kundërshtimi i tij ndaj komunizmit ishte gjithashtu i rrënjosur, i shënuar nga përvoja e mërgjimit familjar. Ishte i martuar 2 herë. Gruaja e tij e parë, Hilda Lisman, ishte me origjinë estoneze dhe martesa e tyre përfundoi 8 vjet pas dasmës. Në vitin 1925, u martua me Hedvig Kramer, me të cilën pati 2 fëmijë. Njëri vdiq kur ishte fëmijë, dhe vajza e tij, Irene, lindi në vitin 1930. Irene ka refuzuar gjithmonë të mbaj kontakte me njerëz të interesuar për figurën e babait të saj. Kohë më vonë pati një djalë në Argjentinë. Ai u bashkua Partisë së Punëtorëve Gjerman në janar të vitit 1919 me numrin e antarësisë 625, muaj para Adolf Hitlerit. Ai gjithashtu mori pjesë në shoqërinë Thule, një grupim ideologjik nacionalist, ashtu si ja Eckart. Në vitin 1923, Völkischer Beobachter u bë gazeta zyrtare e Partisë Naziste, dhe Rosenberg mbajti postin e redaktorit deri në vitin 1938. Ai gjithashtu ishte pjesë e Aufbauvereinigung, një entitet gjermano-rus me ndikim në fazat fijestare të lëvizjes nacional-socialiste. Mendimi i tij u ushqye nga racizmi teorik i Chamberlain, interpretimi ekstremist i Supermenit të Nietzsches dhe postulatet e Gobineau. Në vitin 1929, ai krijoi Kampfbund für Deutsche Kultur, një organizat që përhapte racizmin si doktrinë kulturore. Promovonte idenë se popujt nordik ishin pasardhës të drejt për drejt të civilizuesve të lashtë, dhe për këtë arsye, superior mesarianëve. Në atë kohë, ai ishte distancuar tashmë nga marksizmi dhe materializmi, dhe po fillonte të zhvillonte një interes në rritje për okultizmin. Udhtoi në përvendet fqinje si Belgjika, Franca dhe Holanda. Midis viteve 1939 dhe 1941, përgatiti dhe lancoi Institutin për Studimin e Çështjes Hebreje, i përqendruar në dokumentimin e judaizmit nga një këndvështrim totalisht antisemit. Në të njëjtën kohë, ai fitoi një vend parlamentar për Partinë Naziste në Reichstag nga viti 1930 deri në kolapsin e regjimit në vitin 1945. Të njëjtin vit botoi Mitologjia e shekullit të dyze, një tekst që zhvillonte vizionin e tij mbi çështjen racore dhe shtyllat e tjera të ideologjisë naziste, i paraqitur si vazhdim konceptual i veprës së Chamberlain. Edhe pse shiti më shumë se 1 milion kopje deri në fund të luftës, ndikimi i vërtet i librit brenda regjimit është i diskutueshëm. Ju dha status i zyrtar, por konsiderohej i vështirë për t'u kuptuar. Vet Hitleri tha se ishte i pakuptueshëm dhe vuri në dyshim tonin e tij spiritualist. Liderët e tjerë nazist si Göring, Himmler apo Goebbels gjithashtu shprehen përbuzje për përmbajtjen. Madje vet Hitleri siguroi se ky libër nuk përfaqësonte parimet zyrtare të lëvizjes dhe nuk ka prova që ai e ka lecuar të plot. Pas marrjes së pushtetit në vitin 1933,
Ai u emërua shef I zyrës së punëve të jashtme të NSDAP, post që e mbajti deri në shpërbërjen praktike të entitetit në vitin 1943, që aty u përfshi në përvetësimin sistematik të pasurive kulturore, si në muze, ashtu edhe në koleksione private të familjeve hebreje gjermane. Të njëjtin vit u emërua Reichsleiter, një nga pozicionet më të larta brenda partisë. Mendimi I tij shërbeu si bazë për hartimin e ligjeve të Nurembergut. Në vitin 1939, lehtësoi kontaktin midis Hitlerit dhe Vidkun Quisling, një politikan norvegjez I afërt me idetë racore të nazizmit dhe aspirant për të vendosur një qeveri me mbështetjen gjermane. Opinionet e tij mbi komunizmin ndikuan në vizionin që Hitleri kishte për kërcënimin sovjetik. Termi judeo-bolshevizëm ishte tashmë I pranishëm në retorikën e partisë që nga vitet 20, por Rosenberg e përforcoi këtë ide. Megjithatë, refuzimi I tij ndaj krishterimit gjeneroi tensione brenda lëvizjes. Edhe pse qëndrimet e tij ishin konsistente, propaganda zyrtare shmangte shpërndarjen e ideve të tij marrëmiqësore ndaj fesë, për të mos larguar sektorët besimtar. Megjithatë, Rosenberg nuk pushoi kurrë së këmbënguluri se rrënjët hebreje të krishterimit e bënin atë një doktrinë të dëmshme dhe kritikoi si katolicizmin, ashtu edhe protestantizmin për lidhjen e tyre me të kaluarën semite. Pas pushtimit të Francës, atij ju ngarkua identifikimi I veprave ideologjike që do të forconin teorinë e tij racore. Në korrik të vitit 1941 u emërua ministër për territoret e pushtuara të lindjes. Plani I tij konsistonte në nxitjen e refuzimit ndaj komunizmit mes popullsive të Ukrainës, Balltikut dhe Kaukazit dhe ktimin e tyre në bashkpunëtor të përpjekjes gjermane. Ai u përpoq të binte Hitlerin të adoptonte një politik më pak agresive ndaj këtyre etnive, por propozimet e tij u refuzuan. Si Himmleri ashtu edhe krerët e tjerë këmbëngullën në zbatimin e metodave të shfrytëzimit dhe dominimit pa lëshime. Në vitin 1942 u përpoq të vendoste marrëdhënie me grupet nacionaliste ukrainase si UPA dhe OUN, në të njëjtën kohë që nxiste masa të rënda kundër polakëve, çekëve dhe hebrejve. Përpjekjet e tij për të arritur bashkëpunimin me popullsitë balltike gjithashtu dështuan, pasi SS, veçanërisht në urdhrat e Himmlerit dhe Erich Koch, I dhanë përparësish shfrytëzimit ekonomik të Reichskommissariat Ostland. Deri në vitin 1943, politikat e tij kishin humbur efikasitetin dhe pengesat ushtarake I ulën peshën brenda regjimit. Propozimi I tij për të përfshirë vullnetar slav në Wehrmacht u hodh poshtë nga Hitleri. Duke filluar nga viti 1944, roli I tij ishte gjithnjë më simbolik, pasi SS mori kontrollin absolut në rajonet lindore, pa u shkarkuar ai zyrtarisht nga posti I tij. Drejt fundit të konfliktit, ai u zhvendos në Holstein, ku u lokalizua nga forcat ushtarake amerikane, ndërsa po përpiqej të shërohej në një spital. Gjatë gjyqit në Nuremberg, u akuzua për organizimin e politikave të shfarosjes në Evropën lindore. U përpoq të justifikonte idetë e tij me argumente filozofike, duke mohuar të kishte marrë pjesë në planifikimin e zgjidhjes finale, megjithse bashkëpunëtorët e tij morën pjesë në konferencën e Wannsee në vitin 1942. Më 1 tetor të vitit 1946, Tribunali I Nurembergut e shpalli fajtor për komplot për të filluar një luftë agresioni, për nxitjen e krimeve kundër paqes dhe për të kontribuar intelektualisht në politika që quan në akte masive barbarie. Në agjimin e 16 tetorit u dërgua në litar. Kur ju ofrua mundësia për të thënë disa fjalë të fundit, ai u përgjigj me një mohim të thatë. Jo, sipas rrëfimit të gazetarit Joseph Kingsbury Smith. Trupi I tij nuk ju dorëzua familjes dhe nuk mori varrim. U dogjë në mënyrë anonime në krematoriumin e minihut, pa ceremoni, pa kryq, pa emër.
Gjatë gjyqeve të Nurembergut, ditari I tij personal u përkthye nga Harry Fiss, antari I ekipit akuzues. Ky dorëshklim u zhduk pak pas vdekjes së tij, pasi u mor në Shtetet e Bashkuara nga prokurori Robert Kempner, I cili shmangu informimin për vendodhjen e tij për dekada. Në vitin 2012 u gjet dhe u vërtetua. Dokumenti përfshin 425 faqe me shënime nga viti 1936 deri në vitin 1944. Aktualisht është nën kujdestarinë e Muzeut Përkujtimor të Holokaustit në Washington. Edhe pse Henry Meyer, arkivisti I muzeut, nuk mundi ta rishikonte tërësisht, ai pohoi se përfshin referenca për dhunën kundër hebrejve dhe popujve të tjerë nën pushtim, si dhe komente negative ndaj antarëve të tjerë të regjimit. Sipas ish agentit Robert King Whitman, I cili ndihmoi në gjetjen e dorëshkrimit, në asnjë moment nuk flitet hapur për shfarosje, por tregohet qëllimi I qartë për eliminimin e hebrejve nga kontinenti. Asnjëri nga këta burra nuk arriti t'i shpëtonte kolapsit të regjimit që ndihmuan të ndërtonin. Pushteti që ushtruan u zhduk së bashku me ta, pa lënë simbole të qëndrueshme apo hapësira të dukshme ku të kujtoheshin emrat e tyre. Gjithçka që lan pas u vullos, u shpërnda ose u eliminua në mbikëqyrje, pa mundësi kthimi.